mëshira dhe e vërteta shkojnë përpara teje, luma i popull që nje britmën e Zotit, sepse do të eci në dritën e fytyrës sate. Shkëputur nga psalmisti këto vargje i përshtaten ditës së sotme, fort i nderuar dhe i respektuar mitropoliti i Korçës Pogradecit, Kolonjës dhe Vollit Voskopojës. Fjalë të cilët i përshtaten pikërisht këtij shejtori të madh që kujtojmë sot dhe të mbledhur pikërisht në kishën që mban emrin e këtij shejtori të madh të kishës son, Shën Pandelejmonit. Në këtë kishë të bekuar, në këtë kishë e cila njihet për mrekullitë e saj, sepse vetë shejtori është një mrekullibërës i cili e ka treguar gjatë gjithë historisë, gjatë gjithë viteve, dhe ndoshta shumë prej jush janë dëshmitar, ose të drejt për drejt, ose të trashëguar përmes brezave duke ardhur deri në ditët e sotme. Kush është Shën Pandelejmoni? Shkëputur 3 element nga jeta e tij, mund të mendojmë thellë mbi jetën e tij dhe të reflektojmë edhe ne. Nëse do t'i referohemi pikërisht jetës së tij, kuptojmë që ai u edukua nga nëna që ishte e krishterë. Aty mori mësimet e para, por nuk ndaloi aty. Mësoi dhe u drejtua edhe nga prifti Ermola, i cilin e kujtuam dje, duke u drejtuar pranë kishës, pranë njerëzve të saj, mësoi diçka që ishte shumë më thelbësore. Sigurisht, ai u njoh me shkencën e mjekësisë së asaj kohe dhe u bë një mjek i dëgjuar, por nuk u mbyll vetëm në shkencën e mjekësisë. Kërkoi diçka më tepër dhe kur takoi Krishtin, kuptoi që është diçka më e thellë për njeriu, se sa thjesht dija njerëzore. Pra kemi të bëjmë një shejtor i cili e ndërthuri bukur shkencën nga njëra anë me besimin nga ana tjetër. Dijen njerëzore të asaj kohe nga njëra anë me virtytet e rëndësishme të njeriu që është përullësia, dashuria, solidariteti për të ndarë me tjerët. Ai nuk u mjaftua vetëm për veten e tij, por tregoi një dashuri të madhe për të shpëtuar edhe babain e tij, i cili nuk vinte nga një trashëgimi e krishterë. Dhe ky është një element tjetër i këtij shejtori, dhe këtu duhet fokusohemi dhe ne si të krishterë, të mos mbyllemi në vetvete, po të tregojmë një dashuri që të shpëtojë çdo njeri, sepse kjo është dhe dëshira e Zotit, të shpëtojë çdo njeri. Kështu që ai u bë një shpëtimtar, duke e udhëzuar dhe babain e tij në besim. Nëse vazhdojmë më tej, një element tjetër nga jeta e Shën Pandelejmonit. Si një mjek i dëgjuar, kisha i ka dhënë edhe titullin anargjir, që do thot ai që nuk merrte rrogë para. Dhe kisha e tregon me ikonën e tij një mjek, një shërues, një shejtor që shëron me ilaçe, por jo vetëm me ilaçet e themi mjekësore, sepse njeriu ka nevojë shumë më tepër edhe për fjalët, ka nevojë për fjalë lutjeje, ka nevojë për fjalë ngushëllimi, ka nevojë për fjalë që japin shpresë. Vetëm ai që takon realisht Zotin mund bëhet një njeri që mund të japi shërimin e plot të njeriut. Sepse ndërsa mjekësia mund të shërojë sëmundje, besimi dhe ai që njeh Zotin shëron njeriun. Dhe këtë na tregon
këtë jeta e Shën Pandelejmonit, që u interesua për shërimin e plot njeriut dhe përmes njeriut shërohet gjithë shoqëria. Dhe kjo është një element tjetër që ne duhet të fokusohemi dhe të reflektojmë në ditët e sotme. Jeta e Shën Pandelejmonit si mjek i shpirtave dhe trupave tanë, në mënyrë të veçantë në kohën kur jetojmë sot, është një sfidë për kulturën moderne, sepse sot njeriu është bërë vetëm ai i cili mat çdo gjë me anë të vlerave materiale, ndërsa Shën Pandelejmoni na kujton se ka gjëra që nuk mund të blihen me para. Nuk mund të blesh paqen, nuk mund të blesh dashurinë, nuk mund të blesh harmoninë njerëzore, nuk mund të blesh atë që kemi më shumë nevojë, shpirtin. Sepse Zoti vetë thot, nëse njeriu fiton gjithë botën, po humbet shpirtin e tij, me se do ta këmbej? Nëse vazhdojmë tej në jetën e Shën Pandelejmonit, vim edhe tek martirizimi i tij. Ai qëndroi besnik i palëkundur përballë torturave të ndryshme, torturave që ishin mjaft mizore, ndoshta të pakonceptuara për mentalitetin e botës ku jetojmë sot. Por, në një aspekt tjetër, a nuk përballemi dhe ne me shumë forma të ndryshme, të traumave të ndryshme në cilën jetojmë, siç është ankthi apo stresi, murmuritjet e ndryshme, ankesat pafund, pakënaqësitë. Kush do të na i shërojë të gjitha këto? Si mund të qëndrojmë? Si mund të sfidojmë të gjitha këto? Nëse nuk do të kemi realisht besimin dhe dashurinë. Shën Pandelejmoni ishte një njeri si ne. Ndoshta dhe ai u përball me sfida të tilla. Ndoshta dhe ai her pas here pati dhe frikë. Por si i përballoi të gjitha këto? Patjetër nga dashuria dhe besimi i palëkundur tek Zoti, duke vërtetuar ato që thot ungjillori Joan, ai që ka dashuri e nxjerr jashtë frikën. Këta janë shejtorët tanë. Dhe këtë na mësojnë. Vetëm ai që ka dashuri të përsosur tek Zoti, ai mund të sfidojë të gjitha frikrat. Frikrat e ndryshme, ankthët, streset dhe çdo pasiguri tjetër, dhe mbi të gjitha të mposhtë i vdekjen. Një njeri krishter, pikërisht duke pasur këtë besim, mund ta transformojë çdo vuajtje, çdo dhimbje në shpresën e ngjalljes, sepse kjo vërtetohet nga vetë Zoti, nga vetë shejtorët. Shën Pandelejmoni nuk është vetëm thjesht një person i historisë, nuk është thjesht një figurë e madhe e krishtërimit. Ai është një ikonë e gjallë për secilin prej nesh. Nëse vërtet do ta shikojmë jetën e tij për ta imituar dhe ne, sa herë që kisha i kujton shejtorët, nuk i kujton thjesht për bëmat e tyre në të kaluarën, por që neve të marrim shembullin e tyre, modelin e tyre, dhe ne të përballemi, të të sfidojmë problematikat në të cilët jetojmë edhe ne. Prandaj dhe kisha na i sjell gjithmonë ikona të gjalla dhe janë të gjallë tek Zoti, ashtu si ne ftohemi që të jetojmë me këto ikona të gjalla për herë mes nesh. Duke e mbyllur këtë predikim të thjesht të ditës së sotme, le të kërkojmë ndërmjetimet e këtij shejtori të madh, që të na shërojë shpirtin edhe trupin. Le të ndërmjetoj që të gjejmë edhe ne paqen edhe shërimin ton, për veten ton, për njerëzit që na rrethojnë dhe për shoqërinë ton. Le të jetë ai ndërmjetës dhe një model për mjekët, le të jetë një model për infermierët, le të jetë një model për të gjithë njerëzit, sepse çdo njeri prej nesh mund të bëhet sadopak një mjek me anë të fjalës, një mjek me anë të lutjes, një mjek me anë të prezencës dhe të ndarjes me tjetrin, ashtu siç rezultoi edhe Shën Pandelejmoni. Të ndajmë dashurinë e Krishtit, të ndajmë besimin
te Krishti, të ndajmë mbi të gjitha jetën dhe dëshminë e traditës tonë brez pas brezi, për shumë vjetë gëzuar.